Thashti, qysh muj me këshyr ku janë parë dhe sësoj kum pagu në shtyllën e parë. Ku mu janë me këshyr, çka kum pagu në shtyllën e parë në AFAU në vitet e fundit? Por në pas të përgjigjen është edhe shumë interesant tema AFAU-s. AFAU ose IFAU a formu në vitin 1948, që të thotë ka bo 78 vjet. Pse e kom këtë numër në kryesë dhe baba jam 48, kështu që është shumë interesant edhe me ditë që funksionon se në krahasim me shtyllën e dytë është total ndryshe. AFAU në këtë rast funksionon kështu. Na sot që punojna e financojmë pensionerët. Do të thotë 1948 6 persona që kanë punësuar e kanë financuar një pensioner. Ndërsa 1990 kanë vetëm 4 persona për një pensioner. Me këtë vitin e kaluar 2025 kanë bet vetëm 3 persona për një pensioner. Një prej arsyeve kryesore është se lindjet janë bërë shumë më pak në krahasim para 30 vjetë në Zvicër, një femën ka pas 3 ose 4 lindje. Ndërsa sot mesatarja është 1.4 fëmijë për një femën. Ajo një problem shumë i madh, po folna për tjera herë. Thashti, qysh muj me këshyr ku janë parë dhe sësoj kum pagu në shtyllën e parë. Ajo quhet IK-Auszug, individuelles konto, që do me thanë në SVA Zürich, SVA Arga ose Luzern aty ku banon, mundesh me këshyr, me dhanë AFAU numër, edhe mbrana 2-3 javë të vjen letra ku e shë efektiv sa pare janë paguar. Për ndryshe nëse ki ndaj problem mundesh edhe neve me na kontaktu.